Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, arsimtare, si jeni? Po shpresoj që po shkon mirë gjithçka. Jemi në orë të parë për ora e parë, ora gjuhës shqipe. Shit që çdo gjë po shkon mirë. Sot po flasim për 12 qershorin, ditën e çlirimit të Prishtinës, me ato njohuri pak që kanë zënë, dhe ato njohuri që mundohemi t'i dhëmë për ta. Patjetër. Unë po shoh tash edhe përmes tabelave të mençura që janë, sigurisht është e mundshme edhe për nxënësit që edhe t'i faktojmë ato çka flasim, po shoh që pas ke zgjedh fotografi që janë pikërisht në ditën e çlirimit të Prishtinës dhe të Kosovës, të dy data që kanë me të vërtetë një rëndësi të madhe për vendin. Am tregon pak për zgjedhjen që e ke bë. Përgjithën e kam bërë pasi vetëm është dita e çlirimit Prishtinës dhe dita e çlirimit të Kosovës njëkohësisht, është ditë kur populli është kthyer. Disa janë kthyer nga vendet e larta, por vendet jashtë Kosovës ku kanë qenë, e disa të tjerë kanë dalë nga shtëpitë ku kanë qenë të fshehur dhe kanë qenë të friksuar për kohë të gjatë, kanë dalë për të festuar dhe për të pritur forcat e NATO-s. Personalisht për juve, profesorisht, që ka qenë ajo periudhë? Se thash edhe më herët me drejtorin e biseduam, si gjenerata më të vjetra sigurisht që kemi shumë çka për të marrë dhe emocionin direkt prej asaj kohë. Ne sa herë që përmendim këto data, tërkohën mendja na shkon në ato momente që ne kemi kalu në atë kohë, dhe pse për fëmijët është pak më ndryshe, sepse këta janë 3 dhe nuk i kanë përjetuar ato kohë, ndërsa ne që i kemi përjetuar, i kemi ende të freskëta. A kemi fotografi tjera që ke zgjedh, apo është një prej tyre? Nuk kam marrë fotografi tjera, jam mundu më shumë një dhani pak informacione në nxënësve. Me qenë se veç e ke nisë tash orën, kemi ardhur kështu tamam që ta kapim herët në mëngjes, ndonjë prej nxënësve që ndoshta na kishte tregu për këtë, a është dikush që mund të më folë? Po, kemi disa nxënës, mundemi ta pyesim Jorën ta zëm. Jora është, Elda, Eneida, pasaj ka dhe nxënës tjerë. Po pës që edhe këta me undi pak më rehatun, po shkoj te Jora, tash edhe laureatin për cilë, edhe të kuptojmë për Jorën. Jora, mirëmëngjes. Besoj që informacion po merr për këtë datë që është me kaq rëndësi për ditën e çlirimit të Prishtinës dhe të Kosovës. Çka din për këto data? Këto data janë data shumë të rëndësishme për Prishtinën, me që dita që është liru Prishtina prej forcave serbe. Kjo ditë është një gëzim shumë i madh për Prishtinën, se vjen gëzimi jon prej NATO-s, edhe dita që e gjithë merri që u kanë, ose e gjithë masakra që kanë ndodhur përpara u ndaj në Prishtinë. Jora, duke dita shëni si tri, si gjenerata trija, edhe ju dhe më tri, se ne tashmë kemi, si me thonë, prioritare që ta bëjmë vendin sa më të mirë. I ki ambicit e tua, i mendon këto që ta zhvillojmë vendin më përpara, ku ishe vetën Jora? Po, unë gjithë menoj që në të ardhmen tem, unë du me mundu me bë një sen më të mirë për vendin tem, dhe du gjithë me ndihmu vendin tem për me arrit diçka. Ose mas pakti që unë ku mujtë me bë, është me shpërndaj informacionin për sene që ka ndodhë në Prishtinës, edhe në vend lindjen tonë. Janë shumë mirë që po visitoj me ty dhe faleminderit shumë edhe për kohën. Unë po du pak me lën edhe këto kemi, ja? Po pa problem, apo në prezentuar zëmër? Unë jam Eneida Osmani. Eneida, po më vjen shumë mirë që po takoj. Sa atraktive duket kjo orë, edhe sidomos kur marrim informacion për një historik të vendit që i përket edhe tjetër. Më duket shumë atraktive, edhe më pëlqen histori shumë që është për 12 qershorin që është çlirimi i Prishtinës, që edhe më 11 qershor që ka hi NATO, që për të gjithë njerëzit tani e kanë po, janë gëzu që kanë mëshliru, dhe tash Prishtina që një vend i deshëm edhe janë gëzu. Më vjen shumë mirë që po e dëgjoj këtë mendim. Unë këtu po du me mbyll me bisedat që i bën, po tash po i lëm edhe arsimtaren që ta zhvilloj orën, duke pak blic nga ato informacione që i ka marrë, dhe shumë mirë që tash i kemi edhe mundësit në hapësirat shkollore, ti kemi këto pajisjet mençura që fatmirësisht i gëzon edhe shkolla e Minduraku, edhe besoj që është shumë atraktive, shumë e lehtë mënyra se si zhvillohet edhe mësimi. Kështu që po themi gëzuar për këto 2 ditë, edhe pse kanë kaluar tashmë sa vite, po gjithmonë kujtesën e shqiptarëve është e jashtëzakonshme një histori e tillë që ka pasur vështirësi të jashtëzakonshme edhe rrëfime të jetës së trishta nga familjet shqiptare. Arsimtare, koha për ty, faleminderit shumë, edhe ne takojmë herë tjera.